Banor, sonte në shtëpinë e Big Brother Kosova do të zhvillohet një sfidë e veçantë, një sfilat ekskluzive vetëm me meshkujt e shtëpisë. Mashkulli më seksi në Big Brother VIP Kosova 4. Rregullat. Renditja në pistë. Se cili prej jush do të sfiloj sipas rendit që do ta caktoj vëllai i madh. Gjithçka merret parasysh. Shikimi, qëndrimi, prezenca dhe vetbesimi. Raundi i parë, kodi veshjes, zgjedhja juaj e lirë. Vishuni me atë që mendoni se ju bën të dukeni më bukur dhe që ju përfaqëson më së miri. Raundi i dytë, kodi veshjes, rroba banjo. Krijoni një stil sa më kreativ dhe interesant. Si duhet të sfiloni? Bëni ecje në pistë si model profesional. Në fund të pistës, kryeni ulu, Bia, ulu. Në fund të pistës, kryeni një pozim 5 sekonda para juris. Juria dhe vlerësimi. Juria përbëhet nga vajzat e shtëpisë. Se cili prej jush do të vlerësohet me nota nga 5 deri në 10. Fitues do të jetë ai që grumbullon më shumë pikë nga të 2 raundet. Prezantuese, Hygerta. Lokacioni, living room. Renditja, mbajini mend. Arditi. Arditi ka për ta fitu, mbajini. Edi, i dyti, Getoari, Ibro, Kushtrimi, Klodi, Najliri, Toni dhe Londrimi. Arditi ka për ta fitu. Përgatituni. Jo, prit. Se ka dhe një 2 porosit të tjera. Tani, më thanë që duhet ta nisim nga muri dhe deri diku po do na e bëjnë gati. Gjën. Do na e bëjnë gati. Tani, duhet të futemi të gjithë në dhomën e gjumit. Po, prit. Jo, do futemi në dhomën e gjumit, ne goca që do bëjmë të bukra, se juria, duhet i marrim make-upet me vete, pra çdo gjë do ta bëjmë gati në dhomën e gjumit, pra nuk dalim më. Në momentin që futemi në dhomën e gjumit, duhet bëjmë gati të zgjedhim gjërat dhe të rrim atje derisa të na përgatisin skenën për sfilatën e famshme.